ashtu siç përmenda edhe Dylaku, ashtu siç përmenda edhe të tjerët, ashtu siç përmenda edhe të Kastrati, se shkap edhe administratori Kastrati që është bërë, edhe s'flet njëri. I është bërë kontroll. A pra, unë pranej thash, mënyra dhe forma se si po organizohet tek SPAK-u themi, në bashkëpunim, unë jam i bindur që është në bashkëpunim me FBI për të nxjerrë çdo gjë që kur të shkosh në gjykat mos të ketë më të llovin gjykat. Jo ishte letra, jo si ishte letra, jo ishte kjo, jo si ishte kjo. Jo i intimidohen dëshmitarët, jo si intimidohen dëshmitarët. Se kam folë shumë dëshmitarë. Dhe këta nuk e din që kam bajt shumë dëshmitarë në SPAK edhe kam folë kundër tyne. Dhe pse këta i kanë aty, në tabolinë. Mi po nesër, çdo gjë duhet e kopsitur, dhe unë këtë për shoh. Dhe për ne u thash që SPAK-u ka bërë disa veprime të cilat duket sikur janë anësore, por të gjitha shkojnë në një pikë. Pika kush është? Rama, kryeministri. Ai po bën. Se ai komandon gjithë. Duam apo s'duam. Ai që ke presidenti e deri fundit. Ai i ka kopjuar firmën presidentit me elektronik. Ai gjithë shkresët edhe këtë shkresë që i dërgoi gjykatës kushtetuese presidentit dhe as i di fare se e ka dërguar. Ja ka qua ai me firmën elektronike, e ka vjedhur, mos e diskuto. Me shkresë Ramës ishte dhe ajo. Që gjykata tërhiqet që kam marrë për kuptoni se ku jemi apo ky ka ndërtuar mafia në shtet, unë ja u kam thënë me kohë. Ky ka ndërtuar në shtet. Rastin e firmës rastin e firmës e keni për rastin e portit të Libjanit. Po pra. Jo për deklarimin që bëri Begaj, Gjoja që i çoi letër gjykatës kushtetuese që tërhiqet nga vendimi ka marrë për dekretin, tash bllokoi. Okay. Rama më i bot gjithë. Ai është i kaptar atje, kukull atje s'di gjon fare se çfarë bëhet, ka shkohet, ka vijet. Ai edhe nuk ka bë kur lexon letrën se s'di të më fol fare. Letrën që i dha Rama lexoi. E na fliste për gjinit. Gjithë bota merresh me gazën, ky merresh me gjinit. A do bëjmë gjini apo s'do bëjmë gjini? Me gjinime që do ta. Zoti Merkoçi, po në rastin e bazës së Limjanit ku SPAK ka pastisur banesën e biznesmenit Artan Dulaku, sa rrezikon në këtë rast presidenti Bajram Bega, i cili ka hedhur dhe firmën atje? Atëre kur SPAK-u ka vajt 2 herë ka vajt SPAK-u në zyrën e Begajt. 2 herë ka vajt. Jo tani. Ka i vit pare që ka vajt 2 herë ka vajt në zyrën e Begajt e ka marrë në pyetje presidentit. SPAK-u ka marrë në pyetje presidentit? Patjetër. Ka qenë 2 herë. Jo 1 herë, po 2 herë. Po pse ju kujtoni se të gjithë këto timet dhe objektet e ushtrisë nuk janë të firmosura nga Begaj. Firmosura nga Begaj. Kur godita portin e Lionit në atë kohë me për firmën e Begajt ishte. Dhe këta nuk e morën parasysh. E zgjodhen edhe president. Normal. Sepse nuk e kuptojnë. Ore, thashë edhe një herë që këta nuk kuptojnë atë që gjërat nuk bëhen brenda ditës. Dhe të gjithë timet pastaj do të çojnë në një pikë. Në një pikë. Pikë kush është? Rama, po edhe Dulaku, ky me kë punon, me Rama punon, me kë punon. Kush jep lejen ndërtimit të vllaj? Lejen ndërtimit kush jep? Kush i cakto partner strategjik? Kush i cakto arkitektët? Arkitektët e huaj, ky i do dhe arkitekt huaj me studio të huaja. Nuk i pëlqen tonët, i duan me thuaj. Edhe o bo Tirana kështu si o bo. Një o belg, një o francez, një o italian, një o gjerman, një o holandez. Çfarë dush ti konglomerat o bo Tirana në arkitekturë. S'ke një arkitekturë të saktë, siç e ke pas. Të paktën e ke pas që ka qenë në arkitekturë italiane në atë kohë. Bulevardi, gjithë pjesa e Tiranës ka qenë në arkitekturë italiane. Një dorë. Kurse tash janë fut 50 durë mërna. Se kështu i do ky, kështu i komando ky, kështu ka qef.
por që Begaj është i përfshirë totale, nuk diskutohet. Po ky ka për ta shit edhe Begën, ka për ta shit. Ky ka për qit edhe Begën. Ky ka për qit edhe të Peleshin. Ma e men kur të bëjnë e rokat, ky të heqi Peleshin e të vej ta ulan ballën kryetar. E thot ja u hoqa. Se i bogë këto numra. I bogë këto numra këtu. Heqin, sa zëvës ministra ndroj të shime. Po akoma pa u bë qeveria, s'ka mush muj. Ky ndroj 7 zëvës ministra. Apo s'është kështu? Tash i ndroj para 3 ditësh. Ky bën çat doj ky më. Dhe gjithë të lloj lëvizjesh ky i bën pikërisht për këtë punë. Për ta heqë vëmendjen nga skandalet e veta. Dhe ky e di shumë mirë që e ka litarin fyt. Unë ja u kam dhënë edhe prapë ja u ngul kom dhe ja u them. Ky e ka litarin fyt o zotëri. Ky do mundohet me çdo kusht të zbatoj vendimin e Kabalës për të ndërtuar si kryeminist. Ky do shesi çdo gjë. Vetëm qëndroj. Sepse i dua Shqipëria si qerë dhe e Sorosit. Se është i vetmi vend që politikën për 35 vjet e ka bërë Sorosi në Shqipëri. E ka komanduar Soros. Leti se dalin e flasin sikur janë kundër Soros. Këta e dini shumë mirë se është pranuar në parlament shqiptar, është pranuar që sponsorizimi i reformës në drejtësi është bërë nga Sorosi dhe këta ngritën 140 kartona që e votun. Këta e futën Sorosin e kanë futur në kushtetut. E kanë bërë institucion kushtetues. Si? Dhe presin këta që mos ketë goditje, po kur ai e ka shpall Sorosin në organizatë terroriste në Amerikë, po si, kur organizatat terroriste niqet në gjithë botën, automatikisht do vjen në Shqipëri. Ose ka ardhur momenti për të godit. Në momenti për të godit ka ardhur. Zoti Merkoçi, i qitën të gjithë në kanë këta normal, më. Se ai fal 30.000 metra katror, 3 hektar tokë, 30 hektar tokë. Je partner strategjik. Po pse u kthe pronarëve këtë tokë? Ka hebe pronarëve. Kur pas ka toka kështu, t'ja hebe pronarëve. Pse duhet paguaj populli për kompensim? Jepja pronarë dhe mbylli histori me pronarët. Po jo, se ata tokë pronarësh janë. Po ky krijoi atë korporatën e famshme. Që qatë ja merë tokën pronarit e e jep individit. Lekët i pagu shtetin, individi s'pagu asgjë. Se të individi janë vetë këta. Prandaj është këtë tallavi në Shqipëri. Dhe pa u zgjidh problemi pronës të harrojnë gjithë. Pa u zgjidh problemi pronës nuk ka gjë që e rregullon këtë vend. Dy janë gjërat më kryesore. Ta dinë mirë shqiptarët, dy janë gjërat më kryesore. Prona 1 dhe sindikata 2. Në një vend që nuk ka sindikat, nuk ka zhvillim kurrë dhe nuk ka demokraci. Ta heqin nga mendja. Dhe aty ku nuk ka prona, nuk ka investim. Ta janë dy gjërat kryesore në një shtet. Po. Sepse puntojnë se pra askush. Pronari se mbron njëri. Shteti është bërë hajduti pronarit. Ky palështet, se s'është shtet ky. Ky palavon mafia shtet. Kështu vepron mafia, merr pronën mafia. Në gjithë botën kështu vepron. Dhe ky e merr me ligj. Prandaj them unë ti ka ndërtuar mafia në shtet, se ky ta bën me ligj marrjen. Dhe nesër thot nuk e kam firmosur, e kam firmos Beran Beka. Nuk e kam firmosur, e kam firmos Belinda Balluku. Nuk e kam firmosur, e kam firmos Taulant Ball. Derisa të shpëtojë sekundi fundit. Dhe sekundi fundit do t'i vime me Goni Gali. Dhe aty do dalin gjitha pastaj.